kjo rezolut do të merrte shumë kuptim nëse kjo qeveri do të ishte vërtet perëndimore, do sille si perëndimore, para se të silte rezoluta servile të këtij lloji, të cilat sigurisht ka një vlerë për të thënë botës që Shqipëria është pjesë e perëndimit, por në fakt ne e kuptojmë që këto rezoluta që janë bërë të njëra pas njëshme, është thjesht për të shpëtuar fatin politik të Edi Ramës, në atë e dim që çfarë do ndodhi së shpejti, dhe nevoja për të treguar sa më shumë servil në sytë e perëndimorëve na bën që të sillet dhe rezoluta të tilla. Fakt është shumë qesherake kur e mendon që ne bëjmë një rezolut kundër Iranit dhe Irani na ka sulmuar, parlamentin madje, dhe asnjë nga maxhoranca nuk kërkon mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Edhe nëse do e kërkojmë mbledhjen, do kuptojnë që çfarë kemi bërë vetes ne me krimin organizuar, me doset e akshit e të tjerë, me marrjen e të dhënave, nuk na ka bërë Irani.